Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit në fillim të kësaj jave nga aktualiteti nga politika, si gjithmonë do t'i analizojmë me syrin e mpret të avokatit Gylsin Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Avokat, çfarë presim nga paraburgimi këtë javë? Pse duket sikur është shtrënditur, pati një lëkundje në fundjavës kaluar. Por në fundit avokat, përse u shkarkua nën kryetarja dhe sekretari nga kodi procedurës, kodi punës, si justifikohet? Në kodin punës të dy marrin një dëshpërblim shumë të madh nga Bashkia e Tiranës, sepse në asnjë moment nuk mund të bëhet ndërprerje e marrëdhënieve financiare me punëdhënësin në mënyrë të njëanshëm edhe të menjëhershëm pa respektuar afatet ligjore ashtu siç i ka normuar kodi i punës. Dua të shtoj që nuk është vetëm mentaliteti i atyre që qeverisin vendin ton që bëjnë ndërprerjen e punës sikur e kanë biznesin privat, por është edhe tek biznesi privat, te sektori privat, që në të njëjtën mënyrë sillen ndaj punëmarrësve. Nuk ka rëndësi a është i shërbimit civil apo jo, por e rëndësishmja është që vetë shteti jonë, me ata të cilët drejtohet, bën shkelje të rënda procedurale që ka të bëjnë me kodin e punës, duke ndërprerë në mënyrë të njëanshme, të menjëhershme dhe të pajustifikueshme kontratën e secilit prej atyre të cilët ne e kemi parë në televizion. Por, ajo çfarë unë dua të theksoj është kjo. Nuk kemi të bëjmë thjesht me një shkëputje pune. Kemi të bëjmë me një shkëputje, ose më mirë, me një bombë brenda grupit Erion Velis. Grupi Erion Velis duhet kuptoj qartazi që Bashkia e Tiranës nga data 12 shkurt 2025 nuk është më në drejtimin e Erion Velis. Është në drejtimin e Edi Ramës, i cili është kryeministër, kryetari i Partisë Socialiste dhe vetë ish kryetari i Bashkisë së Tiranës. Pra, për ata që thënë ende, që japin shpresë njëri tjetrit, për hajtë se do kaloj gjykata e lartë, se ka mundësi ta nxjerrim, hajtë se mund të përdorim miq që të shikojmë në gjykatën në Strasburgut, hajtë se do ta nxjerrim. Në këto momente që flasim, nuk del Erion Veliaj, sepse procedura dhe praktika e masave sigurisë është e tillë që unë kam folur me shumë kohë përpara, por jo vetëm për prezumimin e pafajësisë, por edhe që masa e sigurisë është një proces procedurial, është një mas proceduriale dhe jo të dënimit, duke marrë referencë gjithë praktikën tonë që është bërë nga fillimi deri në fund, unë nuk shikoj një dritë jeshile, nuk shikoj një tym, thjesht ajo që unë shikoj është që grupi Erion Veliaj ka vetëm dy rrugë. Rruga 1 drejt Sali Berishës dhe rruga 2 azgjësimi dhe pajtimi me Edi Ramën duke pranuar një herë për gjithmonë që Erion Veliaj nuk ekziston më në këto kohë që jemi dhe në këto kushte që jemi. Avokat, më thatë rruga drejt Berishës, po teza të tesëve të pare gjoj. Rruga drejt Berishës është ajo që bën marrëveshjen e radhës që Edi Rama dhe Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë përdorur me njëri tjetrin. Pse them këtë? Se pikërisht politika jon është lidhur, ose më mirë interesat e saj janë lidhura ngushtë me jetesën politike, me veprimtarinë politike e secilit. Në rast se nuk do të kishim marrëveshjen e 2008-s, sot Zoti Rama dhe Zoti Berisha do të kishin dalë në pension të parakoshme. Por duke qenë me këtë marrëveshje, ata qëndruan edhe pas 2008-s. Po ashtu, në 2024-ën, 26 korrik, marrëveshja e famshme Sali Berisha e Edi Rama bën që parcelizojnë për 10 vjeçarin e ardhshëm partitë e tyre respektive. Pra do të thotë që Zoti Veliaj nëpërmjet grupit të tij dhe jo statuseve të tij
o të shkoj drejt Sali Berishës dhe të bëj marrëveshje për shpëtimin e lëkurës së tij, se në rast se Erion Veliaj nuk bën marrëveshje me Sali Berishën, destinacioni i tij përfundimtar është i denuar në mentalitetin e Kushtetutës së 1976, ku ai është pjesë e një partie që vjen nga ai horizont. Po marrëveshja për çfarë do bëhet, për të qenë më konkret? Kundër Ramës apo për ta shpëtuar? Marrëveshja është kundër Ramës. Pra, në rast se Erion Veliaj del nga burgu dhe thot dhe flet kundër Sali Berishës, është e pakuptimt. Pse? Se pikërisht Sali Berisha nuk ka pushtetin. Ai që e ka pushtetin është Edi Rama. Prandaj ai nuk flet një fjalë për Edi Ramën, por në rast se Rama nesër në një të ardhme, Edi Rama do ta humbasë pushtetin, të jem realist. E di pse e them do ta humbasë pushtetin? Sepse pikërisht pushteti nuk është i përjetshëm. Vetëm në rast se ai është në pushtet dhe Zoti do ta marrë me vete para kohe, le ta marri. Por puna është këtu që pushteti aktual që ekziston ka edhe ngritje dhe ulje, po ka edhe ulje drastike. Nga maja në poshtë direkt, kështu si Erion Veliaj. Unë kam qenë nga të parët dhe jam ende i mendimit i të parëve që mendoj që Zoti Erion Veliaj ka ra nga pushteti që në 2024 në Kongresin e Partisë Socialiste. Po, e kemi artikuluar disa herë, po. Asnjëri nuk e beson të thot çfarë thot ky. Por për shkak se nuk kam qenë në opinionin publik dhe nuk kam baj qendrime, përveç kësajt, të jem realist me ju, edhe me rastin e Zotit Sajmir Tahiri, të njëjtin qendrim kam pasur që pavarësisht se ai është ministër i brendshëm, unë mendoje që ai do të ketë një destinacion shumë të keq në karrierën e tij politike. Por rrethi që më ka dëgjuar dhe kam folur, normalisht e din shumë mirë çfarë kam thënë dhe si e kam thënë. Edhe për Zotin Ahmetaj kam thënë po të njëjtën gjë me njerëz të cilët ka qenë të lidhur me Zotin Ahmetaj. Pra, ata të cilët janë në pushtet nuk kuptojnë zbritje nga pushteti sepse janë të rrethuar me servil. Në rast se Zoti Tahiri, Zoti Ahmetaj, Zoti Veliaj do të kishte kurajën dhe do t'i thoshte vetes që ja të hap pak veshët dhe të dëgjoj, normalisht sot ata nuk do t'ishte njëri në Arati, tjetri burgaxhi në shtëpi dhe tjetri në burgun e Durrësit. Pra, asnjëherë pushteti nuk është absolut. Se kam dëgjuar nga shqiptarët, është i fortë ai, ministri i rendit i fortë. I fort mund të jesh, por në rast se diçka te i kalon mendjen, por te i kalon vetë përmbajtjen, vetë aftësinë, i jep fuqi të tepruar vetes, atëherë kemi të bëjmë me një pakujdesje të madhe, e cila në fund të fare të çon tek muri, të përballë me murin, thyn kokën dhe në fund fare nuk ke nga se ta nisësh nga e para, sepse pikrisht Partia Socialiste e viteve 1976 me mentalitet të tillë të çon pas ekurave duke justifikuar se reformën në drejtësi e ka bërë ai. Prandaj që ta konkludoj, marrëveshja me Sali Berishën Veliajn e shpëton. Marrëveshja me Edi Ramën Veliajn e gropos. Po ka